Sipas astrologjisë, disa shenjat e zodiakut i kanë më të vështirë të pranojnë gabimet dhe shpesh shprehen të justifikojnë veten apo të fajsojnë të tjerët. Dashi është impulsiv dhe gjithmonë i orientuar drejt së ardhmes. Ai preferon të ecë përpara pa u ndalur shumë te gabimet e së shkuarës. Optimizmi i tij është një forcë, por shpesh e pengon të reflektojë thellë mbi vendimet që ka marrë. Kjo bën të përsërisë situata të ngjashme pa nxjerrë mësimet e duhura. Demi është ndoshta simboli klasik i kokëforcisë. Kur merr një vendim ka shumë të vështirë ta ndryshojë mendjen. Ai beson fort te intuita dhe zgjedhjet e veta, por ndonjëherë refuzon të shohë se një situatë ka dalë nga kontrolli për shkak të një vendimi personal. Kjo bën të humbas mundësinë për rritje dhe vetëpërmirësim. Luani ka tendencën të mbrojë fort imazhin e vet. Në rast dështimi apo konflikti, shpesh e ka instiktive të fajsojë rrethanat apo të tjerët. Pranimi i gabimit për të është sfidë sepse lidhet me krenarinë. Si pasojë mund të përfundojë duke përsëritur të njëjtat modele në marrëdhënie apo në punë.